mediave ose që merr me operacionet e mia plastike, sepse në mos për këtë do merreshe me një gjë tjetër, dhe ajo që do më shqetësonte mua do ishte nëse do merreshe me jetën time personale ose do kishte të pavërteta rreth asaj, kjo do më shqetësonte. Ndërsa kjo nuk më shqetëson, ama më shqetëson një gjë shumë e rëndësishme tani, lidhur me vajzat e reja, të cilat her pas here shkojnë në klinika. Un kam 2 mikesha të mia, të cilat dhe ato i përshëndes Lolën dhe Anën, që un shkoj dhe bëj trajtime, dhe ato më thonë që shkojnë vajza pafund dhe thonë që si mund të shkojmë të heqim brinjët si Aurela, si mund të shkojmë të bëjmë vithet si Aurela. Që realisht Aurela e thot gjitha vajza, unë nuk e kam kompleks. Rikëmi se je madhe shumë, vetëm urta ka rika tjetër. Nuk e kam kompleks ta them, por unë nuk e kam bërë këto dhe nuk do ta bëja kurrë për ndërhyrje estetike të hiqja brinjët. Kjo është për mendimin tim, ose të bëja vithet ose diçka. Nëse do kisha një problem në fytyrë, si për shembull hundë, mos ta kisha të rregull, absolutisht do ta kisha bërë, por Zoti ma fali kështu. Edhe unë e kam time. Unë nuk e di se mbaj mend, me se kam vite që të njoh. Kishe nevojë ta bije buzën sipërme? Çani nuk e kisha kaq të trash, absolutisht, nuk e kisha kaq të trash, por Çani kam qenë shumë e vogël. Kam qenë shumë e vogël dhe sinqerisht kur unë e mora vesh për këtë zonjën cila bënte buzë, unë kam qenë ndoshta e para që kam shkuar te kjo zonja dhe i kam bërë. Dhe realisht e kam thënë këtë gjë tek Opinion, tek Blendi Feziu. E kam thënë pa më pyetur, ishte një temë e tillë dhe unë thash unë e kam bërë. Domethënë nuk është një gjë që unë e kam mbajtur sekret, sepse dhe dije. Unë tani her pas here jam duke bërë ndërhyrje për të hequr dhe ato janë ndërhyrë. Sot i deklaron që përveç buzë nuk e asgjë të bën në trupin. Absolutisht. O pyeta, kur e mendon. Ka gjithë të vite që thon Aurela është e bërë gjitha. Edhe di çfarë Çani ka menduar? Dhe pa menduar që ti do kishe një mjek, thash, sa mirë do ishte sepse absolutisht për një mjek, për një kirurg plastik është shumë e thjeshtë për ta dalluar këtë, dhe është për mua nuk dua t'ja vërtetoj askujt, sepse dua të ketë kuptime. Dua t'ja vërtetoj askujt. Jo, për shefin ton. Për shefin ton. Mund të mulesh pak të karigja aty? Absolutisht po. Je pa parë. Aurela Hoxha